Loja dhe argëtimi. Si frymëmarrja ashtu edhe argëtimi dhe loja janë të domosdoshme për fëmijët. Në nivelin fillestar dhe të mesëm shkollor, aktivitetet kryesore të fëmijëve janë sporti, lojrat dhe argëtimi. Me vazhdimin e programit mësimor, këto aktivitete reduktohen. Përkundër ngarkesës së detyrave shkollore, fëmijët duhet të ndajnë kohë edhe për sport. Pjesëmarrja në lojrat jashtë shtëpisë është një aktivitet i rëndësishëm fizik që është thelbësor për shëndetin e mirë të fëmijës. Fëmijët që nuk marrin pjesë në këto aktivitete jashtë shtëpiake në përgjithësi nuk janë të shëndosh. Islami është i vetëdijshëm për këtë kërkesë natyrore, prandaj këshillon që fëmijët të mbahen fizikisht të lirë. Imam Xhafer Sadiku thotë, lërini fëmijët të luajnë lirisht deri në moshën 7 vjeçare. I dërguari i Islamit thotë, lërini të luajnë, toka është fusha e lojës së fëmijëve. Loja është ushtrimi natyror i fëmijëve, kjo do t'i forcojë gjymtyrët, aftësitë mendore do të zhvillohen dhe do të bëhen më të forta. Në vendin e lojës, fëmia do të vijë në kontakt me bashkësinë me të cilët do t'i ndajë përgjegjësitë e jetës me të tjerët. Psikologët kanë mendime të ndryshme gjatë vlerësimit të rëndësisë së sportit. Ne nuk do të hymë në detaje për këtë, por ne është e mjaftueshme se loja dhe ushtrimi fizik është një aspekt i rëndësishëm për rritjen e fëmijëve. Prandaj edukuesi nuk duhet ta konsiderojë këtë si një aktivitet i shtuar i programit mësimor që duhet të trajtohet lehtë. Fëmia njoftohet me botën e jashtme gjatë lojës. Ai mëson për kryerjen e detyrave, ai praktikon largimin nga rreziqet, kooperon dhe koordinon me anëtarët e tjerë të ekipit. Në lojrat ekipore, ai mëson të respektojë të drejtat e të tjerëve dhe mëson për rregullat e lojës. William Asterni shkruan: lojrat janë burimi i zhvillimit të aftësive natyrore të fëmijëve, ato janë ushtrime për disiplinat dhe aktivitetet e ardhshme të një personi. Aleksi Maksimi shkruan: lojrat u asigurojnë fëmijëve të kuptuarit e jetës dhe janë mjete të ushtrimit për trupin. Lojrat ndihmojnë fëmijën që fëmia të njihet me normat shoqërore. Loja i forcon ndjenjat e fëmijëve. Në lojra fëmia ndërton shtëpi, fabrik, ndërmerr një ekspedit në polin verior, fluturon në gjithësi dhe i ruan kufit e vendit të tij. Anton Semonovich Makarno, ekspert i famshëm rus për rritjen e fëmijëve, thotë: nëse personi është i mençur në lojë gjatë fëmijërisë, ai do të pasqyrojë kualitetet e njëjta në jetën e tij kur të rritet. Loja e mirë është sikur puna e mirë, çdo lojë kërkon shfrytëzimin e aftësive mendore dhe fizike. Vështroni një fëmijë duke luajtur dhe zbuloni se si e ka formuluar strategjinë e tij që të arrijë sukses në atë rast. Gjatë lojës, ndjenjat e fëmijëve do të jenë burimore, të moshuarit duhet ta vëzhgojnë këtë. William M.C. Dougall shkruan: para se natyra të manifestohet në fushën e aktiviteteve, loja e pasqyron prirjen e mendjes së personit. Edhe pse në lojë fëmia nuk është duke kryer ndonjë punë specifike, ajo nuk është më pak se sa kryerja e ndonjë pune fizike apo mendore. Gjatë lojës, prirjet e aftësive natyrale dhe personale të fëmijëve do të manifestohen vetvetiu. Gjatë lojës, karakteri i fëmijës e pranon formën për të ardhmen e ndritshme. Kujdestarët nga ana e prindërve mund të kategorizohen në disa mënyra. Disa konsiderojnë se loja me lodra dhe lojrat është një kohë që kalohet pa nevojë dhe ata mundohen t'u kthejnë mendjen e fëmijëve nga aktivitetet e tilla.